Me respektin më të madh institucional, komunal, komunës tonë, të Vitinjës, nëmën bashkëpunëtorëve, nëmën qeverisë komunale, nëmën timin, cilësinë e kryetarit komunës, më lejoni të përshëndes delegacionin e madh të qytetit Mik, shumë shpejt pas harmonizimit të memorandumit, partneritetit dhe binjakëzimit, shumë shpejt do të nënshkrujmë zyrtarisht. Donc, bientôt, il y aura la signature d'un accord ou d'un mémorandum de partenariat et de jumelage entre les deux municipalités. Natyrisht, memorandumi bashkëpunimit do të përmban shumë fusha. Pour nous, à l'ambassade, ce type de relation est très important parce que c'est voir tous les jeunes qui sont ici, c'est la chair en fait de la réalité des échanges entre les deux pays. Për neve si ambasadë, këto shkëmbime janë shumë të rëndësishme, me qenë prezenca këtyre trive do të thotë shumë është. C'est grâce. Merci. Faleminderit juve. Është një bashkëpunim i shkëlqyeshëm mes komunës Vitinjës dhe komunës San Xholejës, një komunë i Zhenevës franceze që unë kam vizitu disa herë me delegacionin tim, por që kemi një delegacion gjonë vizitë krye me nënkryetorin Chevalier, në prezencë dhe të atashejut Frederikut, atashejut për bashkëpunim nga ambasada franceze, ku me por ishte edhe ambasadori francez në Vitinjë dhe ne, natyrisht kemi filluar një bashkëpunim shkëlqyeshëm, duke krijuar edhe partneritete në shumë fusha, sidomos në fushën e kulturës, sportit, pretendojmë atë mjedisit, bujqësisë, zhvillimit ekonomik, dhe urlisë e kemi mërgotën tonë. Njerëz vërtet zgjashëm, të vyshëm, fisnik që kanë përparuar në integru atje, fol edhe mikpritës mirë, edhe integrimit që ka bën vendi Mik Franca, edhe komuna e San Xholejës. Andaj ne bashkëpunim me kryetorin e komunës, cilën e falenderoj vazhdimisht përmes nënkryetorit, edhe i ndojt edhe mirënjohje institucionale për bashkëpunim me këtë komunë shkëlqyeshme që është vërtet shembull i avancimit i progresit, edhe ne po mormi komparativa vërtet, edhe shembuj të mirë, se si organizohet një pushtet lokal shkëlqyeshëm. Prandaj në këtë kuptim kemi bërë edhe droftin fillestor binjakëzimit, cilin do ta nënshkrujmë shumë shpejt natyrisht me shtesa cilat nga të dy anët, me propozime të reja, pasurime që do t'i bëjmë bashkërisht, duke përfshirë edhe propozimet e komunës San Xholejës. Andaj unë e falenderoj ambasadën franceze për përkroje, edhe nënkryetorin gjithashtu, Julionin bashkë me drejtuarin e sportit, bashkë me urën lisë që i kemi ne i mërgotën tonë, duke përfshirë edhe Gafurën, edhe Shaibin, edhe Lulën, ambasadorin Shaboni, gjithë bashkërisht. On est venu pour ça, pour concrétiser cette entente qu'on travaille depuis maintenant quelques mois. Ce séjour, c'est la première pierre concrète de nos accords. Le reste, ça va être administratif. Et suite à la signature de convention, il y aura un comité de jumelage qui sera mis en place pour les deux communes pour pouvoir discuter concrètement des projets et des actions à mener entre les deux communes. Et on est vraiment ravis de pouvoir contribuer à cette collaboration avec les nombreux Kosovars qui sont sur Saint-Julien et dans le canton de Genève. Jena shumë të lumtur që kontribuojmë këtë çështjen e binjakëzimit, ne si komuna e San Xholejës me komunitetin shqiptar në San Xholejë dhe njëkohësisht ata që jetojnë në Genève. Et maintenant on a beaucoup parlé, maintenant place à l'action, on va concrétiser tout ça par des actions vraiment concrètes. Deri tani kena folur mjaft, tani ka koha për konkretizuar gjitha marrëveshjet në aspektin konkret edhe implementim. Pour favor, mis en place tous ces accords. Et surtout, il faut bien comprendre que certes, nous, on va
peut-être apporter à Viti, mais eux aussi vont nous apporter des choses. C'est vraiment un échange à égal et non pas quelqu'un qui donne la leçon à un autre. C'est vraiment un échange tous ensemble. Ne do të veçojmë një mesazh të qytetarëve, në kur që ne t'i sjellëm Vitijës, po dhe Vitia do të na sjell neve si komunë që do të jemi njëri për tjetrin, do vazhdojmë me partneritet binjakëzimi. Et on a pu découvrir par notre séjour que le Kosovo est aussi riche d'histoire comme la France et on n'hésitera pas non plus à échanger sur ça et à comparer nos histoires. Ne kena zbulu se Kosova shumë e posër me historinë e saj dhe ne do zbulojmë shumë gjëra të ardhmen tek historia, kultura shqiptare. Merci beaucoup et vive les républiques. Faleminderit shumë, të jetojnë republikat. Merci beaucoup, respect. Bienvenue.